Në këtë sens do të them që Partia Socialiste e ka kësë përdor Partinë Demokratike prej disa viteve që është në opozit. Një status që keni bërë para disa ditësh në rrjetet sociale, ju thoni qeveria ka për në krim, opozitë që nuk sheh, nuk ndigjon edhe nuk vepron. Çfarë duhet të thonë këtë fjalë? Kjo është një fjali e koncentruar shumë qartë, pra ne kemi një qeveri që sot që i vjedh votat, i tërson votat, i merr me grupet kriminale, kjo është një realitet. Nuk duhet ta fshehim. Por në anën tjetër kemi një opozit që me gjithë të bëjmë që ka kjo mazharancë, nuk arrin të fitojnë zgjedhjet, që ka përballë një sistem zgjedhor që ne na penalizon. Pra edhe në kushte normale, sikur Edi Rama mos i bëjnë to akrobacina dhe këto vjedhje, vetëm qarqet Firë dhe Vlorë, që janë dy qarqe për fatin e keq staliniste të Majta, e Majta merr 13 deri në 15 mandate plus. Pra që këtu gara është e humur çfarë do mrekullie që të bëjmë ne. Dhe këtë realitet Partia Demokratike, që partia më e madhe e opozitës, nuk e shikon në sy gabimet e saj që ka bërë në 2008-ën, që nuk i ka fituar zgjedhjet. Që në 2009 Partia Demokratike me këtë sistem zgjedhor nuk i ka fituar zgjedhjet. Ishte 2009 kryeministër Sali Berisha, edhe doli barazim 70-70, pra nuk i fitoi. Vetëm barazim, duke pas gjithë pushtetin me vetje, se edhe ky ka bërë këto. Jo sa bën Rama sot të përshërsina, po edhe ato kanë përdor administratën, shtetin, e policinë, do t'i themi këto. Ashtu siç është realiteti, por nuk ka arrit që të fitojnë zgjedhjet. Edhe megjithse e din që nuk mund të fitojnë me sistem zgjedhjet, nuk e kthen në kaz për ta ndryshuar këtë sistem. Pra është shpajtuar me vendin e dytë, si duket i pëlqen më tepër që të jetë në vend dytë, që si ka medalje. Njëri merr medaljen e vendit parë, tjetri po, si puna atyre dy buksierave që ky shqiptar jon që u fut atje me një lloj trukimit që mori 1.8 milion pound, mos është gabim, pra kishte një marrëveshje. Edhe Partia Demokratike si duket është shpajtuar me vendin e dytë, por kjo është një fatkeqësi shumë e madhe për vendin, kur ne kemi një opozitë që nuk e tenton pushtetin nëpërmjet standardeve demokratike. Zotin Doka, besoj që i keni ndjekur dhe zhvillimet globale. Kryeministri i ri i Hungarisë, Peter Magyar, bëri një revolucion në mënyrën se si erdhi në pushtet, se si formoi një parti opozitare. Kë shikoni Peter Magyar në Shqipëri? Mund të jetë zoti Ervin Saljani, sepse ka paralajmëruar surprizën e shtator. Për fatin e keq, nëse kemi një Magyar i thonë nga Shkodra, një gomar. një gomar shqiptar. Po për te shakas nuk ka, realisht nuk ka, për faktin që vetëm një shpresë unë shoh është protesta. Nëse kjo protestë që kthehet në një alternativë politike, do të jetë një lloj shprese. Por jemi në kufi të pamundësisë, se këto nuk e kuptojnë realitetin. Pra, edhe ato që janë sot në shes, për faktin që ne kemi një sistem problematik. Ato kanë dalë kundër sistemit dhe kanë drejt në prim, por nuk e di a janë qartë me detajet se ky sistem i bllokon gjitha mundësitë që një forcë politike futet në terren që të ecën përpara. Jo t'i gjerrin jashtë loje këto, por as mund të futet në parlament me një qasje që të ketë një numër minimal deputetësh. Se këto kanë bërë ligjin në mënyrë, ja ta thash shembullin. 100.000 vota morën ato. Shumë më tepër se kuptohet që dy partitë që kanë vjedhur dhe votat e tyre, Partia Socialiste akoma më tepër në diasporë që kishin mbështetje dhe kanë një deputet. Pra, 90.000 vota i kanë ndarë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste me ligj. Ndër këto, kuptohet që Partia Socialiste ka marrë shumë më tepër mandate. Pra, ato mandate që Rama sot i numëron përballë protestuesve dhe opinionit, i ka grabitur me ligj, nuk i ka votat e tija. Nuk janë ato mijëra qytetarë që kanë votuar për Edi Ramën, që i ka mandate në parlament, por kanë votuar për partitë e tjera dhe nëpërmjet mekanizmave ligjor, ato i marrin si përfaqësim të tyre duke deformuar skemën politike. Pra duke parë këtë këndvështrim, unë shoh se do të jetë shumë e vështirë që kjo rrjet marimangat e këtyre dy partive politike, se po e dëmtojnë vendin, po e dëmtojnë pluralizmin jashtëmasë shumë. Dhe kjo është alarmi më i madh. Unë kam thënë të që në 2008-ën i kam bërë ato, kam dështuar përballë tyre. Pikisht të kanë dëshuar në 2008-ën sistemin zgjedhor që donin ta zgjesonin Ilir Meten
nga e Majta dhe Partinë Demokraciane nga e Djatha. Se unë kisha rreth 11 në parlament në atë kohë. Pra Partia Demokratike u fut në alarm dhe donte që t'ia gjësonte alat vetë kryesisht Partinë Demokratike dhe Partia Socialiste me Ilir Metën. Ilir Metën e palosën sot dhe e kanë në burg, unë për fat paktën jam në shtëpi që jam përpjek që ti qëndroj larg këtyre personazheve, mos kem pasare me to, mos më kapin peng në aspektin politik, moral dhe këtë paktën ndryshe sot kam edhe drejtën morale që të flas. Se është ndryshe që flasin sot politikanë që e kanë votu kodin zgjedhor në 2008. Më vjen sikur t'i kem përballë ta marrë got ujëve t'ia fustorive. Pra se ne ishim politik, kuptoj qartë se këto po shemin kushtetutën, këto po shemin standardet dhe ato votonin me sy myll. Edhe alat, edhe kolegët mi. Alat sot partive tjera të vogla që me byth lipiri kanë një vend parlament, para ma kanë votu kodin zgjedhor kundër interesave të tyre. Kështu që duke e parë në këtë kontekst unë e shoh që një dam jashtëzakonisht të madh që vendi ka përpara. Kemi një sistem përballë, kemi pas Enver Hoxhën për 50 vite, kemi 2 Enverat vegjël që kanë bllokuar sistemin, është e njëjta gjë, pa demokraci. Kush e ndryshon sistemin, vetëm ndërkombëtarët? Sistemin e ndryshon kjo revolt sot që është, kjo protest, që lindi si një rrezë shprese, drite, kur unë mendoja që çdo gjë këtu ka marrë fond, paktën unë e pranova që e kundërshtova në atë kohë, futet me edhe grevëriet, bëm edhe në protesta, ishte shumë vështirë për me sensibilizu qytetarët atë kohë që mendon se këto kanë për hallin e tyre, nuk ishte halli jon. Se hallin, nëse ishte halli personal e zgjidhen kolektivi. Duke i bërë fresk Partisë Demokratike dhe janë sot në parlament, unë jam jashtë, unë ballafaqova me atë realitet, i kundërshtova me votë, me fjalë, me qëndrime, por këto e tejkaluan, ndodhen në parlamentin natën dhe i merituan të rregulla. Sot kjo ndryshohet vetëm nëpërmjet kësaj proteste, nëse ka një ndërgjegjësim për ta deri në fund, apo me një mrekulli të faktorit ndërkombëtar. Pra me i detyru këtë klasë politike që ta ndryshojnë këtë sistem, nuk e ndryshojnë vetë to. Nuk heqin dorë këto nga privilegjet. As njëra palë, as tjetra. As Edi Rama, as Ali Berisha, që të thoj me emra që me palë duke sigur po i kemi frikë edhe këto emra të përveçëm. Kështu që duke e parë në këtë sens nuk flasim për interesin tim që s'kam unë interes tashme në mënyrë drejt për drejt me parlamentin, madje ndjej mirë që nuk jam pjesë e saj. Se përballesh me vezë dhe me dumate është pak luks i tepërt. Pra, për faktin që kjo është politika e vjetër, kjo është mungesa e përfasimit që kanë drejt ato qytetarë, se nuk i përfasojnë të këto janë ushtar partive politike. Këto futen rresht. Njëra palë nresh mas Edi Ramës, tjetra palë nresh mas kryetarëve të partive. Nuk ka demokraci më në këtyre partive, nuk ka individualitet to, nuk kanë fjalë, nuk kanë peshë, nuk e mbrojnë interesin publik to, mbrojnë interesin e kryetarëve të partive dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Prandaj jo vezët i meritojnë, por çdo fruta për ime të prishur që të merren me çmime të lira nga shumica këto i mbi kokën e tyre i meritojnë, realisht i meritojnë. E them me binje, megjithëse kam një jetë politike që i dhun veten pavarësisht që sipas ndërgjegjësisë time s'kam kate mi vete, por duke qenë pjesë e atij llomit politik. Zotin Doka, shumë faleminderit për këtë analizë dhe faleminderit shumë që ishit me ne. Kënaqësi për mundësinë edhe sukses edhe për ju. Shtetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.